Jemi rikthyer sërish në studio dhe do flasim për zhvillimet më të fundit nga SPAK dhe GKO. Kam kolegun Eni Ferrati. Eni, të përshëndes. Ke informuar pak më parë për ish drejtorin e komanduar të AMP-s që është Mari Panderu, çfarë detajsh kemi? Përshëndetje thimi, Prokuroria e Tiranës, e cila ka çelur një hetim fakt lidhur me ngjarjen e rëndë të nëntorit kaluar të Rinasit, jo për vetë ngjarjen, pasi ngjarja po hetohet nga SPAK në ndyshimet se atentati me 2 viktima, qoftë i Gilmando Danit, por dhe i Mustafa Sheqerit, i njohur mbi emrin Shaljani, është realizuar nga një grup i strukturuar kriminal. Prokuroria e Tiranës ka vijuar hetimet lidhur me mënyrën se si njëri prej viktimave, pra agenti i Agjencisë Mbikëqyrjes Policore, ishte rekrutuar në këtë institucion. Pak javë më parë Prokuroria e Tiranës njoftoi se kishte marrë të Panderur dhe kishte ngritur akuzë për shpërdorim detyre për drejtuesin e shërbimeve mbështetëse pranë AMP-s, Gëzim Sala, por nga hetimet e mëtejshme të prokurorit të Tiranës Bedar Valika janë konstatuar element të konsumimit të veprës penale, shpërdorim detyre dhe nga ish drejtori i Agjencisë Mbikëqyrjes Policore, i komanduar Artiol Saliasi, më pas sipas burimeve ka patur edhe një ballafaqim në institucionin e akuzës mes 2 zyrtarëve të AMP-s, të cilët kanë qenë kontradiktorë për sa i takon mënyrës se si është çelur procedura e rekrutimit dhe pas e punësimit të ndjerit Mustafa Sheqeri pranë Agjencisë Mbikëqyrjes Policore në rolin e agentit vëzhgues në njësinë operacionale të kësaj strukture, ku sipas dhënave të grumbulluara nga hetimet e prokurorisë ka rezultuar se ai është punësuar me një procedurë emergjente në këtë postë, por nga ana tjetër ai nuk është paraqitur asnjëherë në institucion dhe sipas hetimeve të prokurorisë ai nuk ka marrë pjesë në ndonjë detyrë konkrete të caktuar, megjithëse kishte disa muaj që ishte emëruar në këtë detyrë. Tashmë nuk dihet nëse nga hetimi i prokurorisë Tiranës do të gjenden edhe përgjegjësi të tjera penale nga zyrtarët e Agjencisë Mbikëqyrjes Policore lidhur me këtë mënyrë se si viktima ishte punësuar pranë një institucioni kaq të rëndësishëm i cili duhet të hetonte lidhjet e policisë shtetit me krimin e organizuar dhe veprimtaritë e tjera të palishme, ndërkohë që nga ana tjetër hetimet në prokurorinë e posaçme vijojnë për zbardhjen e atentatit pranë rrethrotullimit të Rinasit, një ndër ngjarjet më të rënda kriminale të viteve të fundit, ku fillimisht u hetua nga Prokuroria e Tiranës, e cila konstatoi se ka element që kjo ngjarje të jetë kryer nga një grup i strukturuar kriminal dhe transferoi dosjen në SPAK duke shpallur mos kompetencën, por nuk dihet timi nëse nga hetimet e prokurorisë posaçme dhe veprimet që janë kryer nga kjo strukturë të jetë arritur të zbardhet ndonjë detaj apo e dhënë konkrete e cila do të çonte në zbulimin e autorëve të dyshuar të vrasjes Gilmando Danit, i njohur si krau i djathtë i Emiliano Shullazit dhe agentit të Agjencisë Mbikëqyrjes Policore Mustafa Sheqeri. Okej, Eni Ferrati, shumë faleminderit për detajet që solle, të uroj punë të mbarë. Ndërkohë